lidhje me Afrodita Zajon, astrologën tuaj të preferuar vedike. Por sot nuk do të flasim për parashikimin e horoskopit, por do të flasim për disa tema të tjera që Afrodita është njohëse shumë e mirë e tyre. Afrodita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam sërish. Mesi dhe për mua. Do kënaqemi sot. Atëherë po pra, është një temë shumë interesante që të gjithë e duan. Pikërisht, do të flasim të interesojmë dhe për publikun, apo jo? Patjetër. Ta nisi direkt me pyetjen e parë. Çfarë kupton ti me termin Matrix? Atëherë, fjala Matrix do të thotë matria, pra Matrix kemi matri dhe X, një X, në rregull? Matri do të thotë si unë merrem dhe me gjuhësi në fakt, nga aspekti etimologjik. Matri do thot matria, mother, meter, motor në shqip. Pra, energji femërore, në rregull? Që do të thot energjia femërore hyjnore ose nëna univers. Pra, energji femërore. Për shembull, energjia femërore që kemi si thua kudo rreth nesh është pra natyra. Natyra mbaron me a, jo me i, natyri, natyra. Pra është natyra, ajo është matriksi që është natyror. X do të thot matri, mother, e morën vesh, kurse X është, për shembull, kur në hartë, kur ti do të shkosh në një vend, ja bën X aty apo. Do të thoj këtu ose do të thoj. Pra X do të thot një fush ose një vend. Pra matrix do të thot një fush energjetike, si thua, një gjë e energjisë femërore hyjnore. Pra Matrix është vetë natyra, bota ku jetojmë këtu, toka. Pemët, çdo gjë që kemi në natyrë, që është 5 elementet e natyrës. Pra Matrixi kjo është Matrixi natyral. Tani, çfarë ka ndodhur në këtë epokën Kali Jug, sipas mistikëve ose diturisë vedike, quhet Kali Jug, do thotë këto 4000-5000 vitet e fundit kemi qenë në epokën e errësirës. Mbi këtë matriksin që është natyral, që e ka krijuar hyjnorja, domethënë është një sistem, natyra, mbi këtë është krijuar një matriks jo natyral, pra falso. Matriksi jo natyral do të thotë sistemi ku jetojmë, do të thotë bankat, shkollat, spitalet, gjithë sistemi ku jetojmë këtu. Për shembull, në këtë ke kopshin, në këtë pastaj kemi shkollën, nga mosha kaq në kaq, pastaj do futesh gjesh një punë, nga mosha kaq është një sistem i ndërtuar, nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dhe ky sistemi filmat që dëgjojmë, pra është një sistem jo natyral ose quhet sistem jo fraktal. Dhe ky sistemi që është ndërtuar, domethënë në fakt vedikët e tregojnë kush e ka ndërtuar këtë sistem, pse e qysh tek, dhe njerëzit në përgjithësi janë të mbërthyer në këtë sistemin pra jo natyral, pra janë sklever të matriksit, këtij sistemit. Jemi për shembull do punojmë në kaq 8 deri me kaq do punosh ose do bësh bankat, nëse domethënë ka rregulla që neve jemi të mbërthyer brenda këtyre. Kurse matriksi natyral, që është matriksi natyra, është përfshin ligjet hyjnore të multiversit, që s'mësojnë fare as në shkolla. Dhe ky matriksi falso ku kemi mbërthyer neve, çfarë bën që ti mos ta marrësh vesh ligjet hyjnore të multiversit, sepse nëse ti respekton ligjet hyjnore të multiversit, ti bëhesh i fuqishëm. Kurse matriksi falso është bërë që ti të ngecësh aty. Quhet dhe matriksi gjithashtu i mbërthyrjes në lindje dhe vdekje. Domethënë, kalon një jetë, vdes, dhe në qoftë se nuk e punuar me veten që nuk ke dal nga matriksi, ku ke qenë gjallë, të lindësh prapë. Si mund të dalim nga matriksi? Po, pyetje shumë e mirë. Si dilet nga matriksi? Kjo është qëllimi i jetës. Çdo njeri ka lindur për të mësuar se si dilet nga matriksi. Dhe pikërisht seancat Lotus në fakt, Lotus Ocean, meditim Lotus Ocean që unë bëj, është për të mësuar gjërat bazë që çdo njeri duhet i bëj, që të dalin nga matriksi. Se për shembull një njeri që nuk han ushqimet e duhura, nuk mund të dalë nga matriksi. Një njeri që nuk ka balancë mendore, të mësoj si arritet balanca mendore, nuk mund të dalë nga matriksi. Sepse matriksi çfarë s'bën, domethënë që njerëzit
edhe filmat, edhe këto gjërat janë nga Matrixi. Mendje programimi, ngrënia e mishit është e Matrixit. Njerëzit në epokat e arta për shembull kanë qenë vegetarian. Për shembull, Ti po thua që dhe ne të bëhemi vegetarian që të dalim nga Matrixi? Njerëzit që hanë shumë mish do ta kenë shumë të vështirë për të dalë nga Matrixi, madje do ta kenë të pamundur. Pse? Për arsye të një të shkurtër fare kështu. Po. Sepse për shembull lopa, në diturinë lopa ose kau, viçi, këto janë fjala toka, vetë toka personifikohet me simbolin e lopës. Pra, lopa dhe toka janë njësoj. Dhe kjo është një gjë që nuk e them unë, kjo është një dituri e vjetër, edhe vetë fjala toka do të thotë te kau. Gaia që është brendesha e tokës, do thotë gau, prap kau. Italia quhej më përpara Vitulus. Dhe v-ja gjatë luftrave këtyre është hequr dhe ka ngelur Itulu, që është Italia sot. Vitulus do të thotë vend i viçave. Dhe ka dhe pra kudo në gjithë botën, toka dhe lopa në përgjithësi shikohet si e njëjta gjë. Tani në qoftë se theren lopët, domethënë ke trajton, sidomos se kështu do thotë që je kundra tokës. Dhe toka nuk do të mbajë me ushqime, se kush na mban? Toka i prodhon ushqimet. Domethënë shihet si një qenie e gjallë. Domethënë dhe nuk e respekton këtë matria që folëm, natyrën, atëherë do e kesh punën keq. Atëherë do mbështetesh te ky sistemi. Tani ky sistemi që është Matrixi falso, ky do që njerëzit domethënë të mos të dalin nga Matrixi, që të ketë sa më shumë sklever. Etj. Mirë? E kuptoj. Gjithashtu ngrënia e mishit ka dhe karma negative. Për shembull, lopa llapa ose goja gaja, viçi la voce. Dhe është në një mitologji shumë të bukur në fakt, që dhe profesorin Petr Zhej ka shkruar te libri i tij, se un kam qenë nëse e ti ndër të tjera, ka qenë një nga gjenit më të mëdhenj në Shqipëri. Tash i gjallë. Ka bërë libra dhe aty thuhet përndesha vaka, viçi la voce është në formën e një lope, për shembull në mitologji. Pra, kudo ka karma të këqija, për shembull një njerëz që kalojmë pastaj tek karma, se do të pyes edhe për karmën. Por fillimisht dua të pyes për jetën pas jetës, a ekziston vetëm kjo jetë që jemi apo ka jetë të tjera, sa jetë ka? Se në ndjenjim time kjo që jemi tani është thjesht një sprov, jeta e vërtet është kur ne të ndërrojmë jetë. Sa jetë kemi? Apo jo? Pa. Atëherë neve nuk kemi vetëm një jetë. Na thuhet që ti ke vetëm një jetë, bëj qef. Po. Vetëm një jetë kemi, bëj këtë, bëja këtë, s'ka problem, nuk është se ka pasoja, gjëra të tilla, se vetëm një jetë ke. Në fakt nuk është e vërtet. Ne kemi patur shumë jetë, edhe më përpara, ishte këtë jetën tani, që tani e Klea, ke këtë trup, ke këtë jetë, ke këtë zë, ke këto njerëz dhe për qark. Okay. Tani në këtë jetë. Dhe në fakt, trupi që kemi në këtë jetë, gjërat që ke në këtë jetë, është rezultati i veprimeve që ke bërë në jetën e kaluar. Ne kemi patur shumë jetë. Nuk kemi vetëm një jetë, kemi plot jetë. Dhe pas vdekjes prap jeta vazhdon. Nuk mbaron këtu. Nuk mbaron një jetë. Dhe domethënë kemi shumë jetë, kjo s'diskutohet fare. Për shembull ka njerëz që kanë déjà vu ndonjëherë sikur ke qenë në një vend. Po, shumë e vërtet kjo. Ajo është sepse mund të kesh qenë me vërtet, ose të ka dhe një kujtim dhe është subkonscienca që e ka këtë. Nuk e ka shisa tani ose vetdia tani, ke nga brenda. Dhe të gjitha jetët në fakt, njeriu nuk mund të mbajë mend jetët e të kaluara. Okej? Sepse të lindësh në këtë matrix, qoftë natyror, qoftë falso, domethënë rregulli është që ti nuk mund të mbash mend çfarë ke qenë në jetën e kaluar. Është rregull. Dhe mirë është mos mbajt mend. Dhe unë nuk i rekomandoj njerëzit ta shikojnë jetën e kaluar, sepse përderisa jemi brenda në këtë matrix, domethënë nuk është se ka qenë shumë e mirë. Sa ndikojnë vendimet tona në jetën që bëjmë? Të ndikojnë në jetën tjetër? Sa mund të ndikojnë? Çdo vendim që bën, quhet që edhe e bën, e merr vendimin, e bën, e kryen, ajo quhet karma. Pra fjala karma
ta kuptojnë njerëzit, fjala karma do të thotë kry me kry. Pra, kry një veprim, ajo quhet karma. Dhe në sanskritisht, karma, kriya, karma do të thotë bëj një veprim, kjo është karma. Edhe folura është karma. Është karma që Zoti ta kthen në anën tjetër apo Jo. Zoti të kthen atë gjën që ti ke bërë vet. Nuk ta bën Zoti ose nëna e kthen. Dhe në fakt kemi një planet, meqense ti e di që merr me astrologji, që është përgjegjës për veprimet që ti ke kryer më përpara, nga tani dhe më përpara, qoftë në jetën më përpara, okay? Është një planet që quhet pra Saturni, që të sjell pasojat e veprimeve, pra karmave që kemi. Mund të kemi dhe karma të mira, mund të kemi dhe karma të këqija. Atu doja të pyesja, ka vetëm karma të këqija? Jo. Nuk ka vetëm karma të këqija. Sigurisht, atëherë asnjëri duhet të sqarojmë diçka, asnjëri nuk është i keq. Okej? Asnjëri nuk është jo po demon, jo po unë jam kysh kriminal, është kështu. Njerëzit mund të jenë të paditur, dhe kur nuk je i ditur, do kryesh veprime, do marrësh vendime të gabuara, që thyen ligjet hynore të multiversit. Në qoftë se kryen një veprim dhe thyen ligjet hynore të multiversit, ajo quhet karmë e keqe. Kurse në qoftë se ti ke dituri për këto rregullat hynore, domethënë, për shembull dhe kjo për lopën që tha, në qoftë se han mish në lopës ose keq trajton një lopë, sidomos që do të thotë keq trajton tokës, është një nga ligjet hynore. Okej? O ka shumë ligje hynore të multiversit, ka shumë. Për shembull, dhe mos kujdesesh për trupin tënd, është ti po thyen ligjin hynor. Kur neve respektojmë ligjet hynore të multiversit, neve kryejmë karma të mira automatikisht. Për shembull, e folura nga qendra e gojës, e të vërtetave pafund, pra mantra në shqip, ajo është karma e mirë, dhe është aq e fuqishme që unë mësoj tek meditimi lotusoshën. Është aq e fuqishme sa që mund të djegë dhe karmat e kaluara të këqija. Digjen karma të këqija? Digjen, po, prandaj kemi lindur në këtë botë, në këtë jetë, për të djegur karmat e këqija. Dhe në fakt mund të digjen, dhe ky është lajmi i mirë, dhe prandaj kemi lindur. Universi jep mundësi që ta djegim karmat e këqija. Për njerëzit që dëshirojnë, sigurisht ka njerëz që i pëlqen gjendja ku janë, dhe nuk kanë qef që të djegin ndonjë karmë të keqe. Tani ne largo Zot, sot vdesim. Po? Në jetën e dytë, jetën tjetër, unë do dal përpara Zotit. Po? Ku ai do të peshoj karmat e këqija, apo gabimet, apo gjërat e mira që kam bërë dhe gjërat e këqija. Sa e vërtet është kjo që edhe parajsa ekziston dhe ferri ekziston dhe ne do të takojmë Zotin? Pyetje shumë e mirë, Klea, bravo, 10 pikë për pyetjen. Atëherë, në qoftë se një njeri vdes, në diturinë vedike, domethënë janë aq të qarta gjërat, ekziston perëndia e vdekjes, që quhet Yam. Dhe në fakt sot është energjia e kësaj. Është energjia keqe. Jo, nuk është energji e keqe, është energji, është perëndia e vdekjes, nuk është e keqe, është thjesht një energji Yam, dhe është në fakt vllai i Saturnit sipas astrologjisë tani. Dhe kur një shpirt vdekje do të thotë trupi fizik mbaron, nuk punon më, dhe shpirti ose trupat astral, po ti mbledh gjithë bashkë, pra shpirti del. Dhe shpirti do vazhdojë ekzistencën. Dhe do shkojë te ky departamentet e Jamës, dhe aty do gjykohet për karmat dhe gjërat që ka bërë. Nga kush gjykohet Afrodita? Gjykohet nga qeniet nga punëtorët e këtij perëndisë së vdekjes. Ato merren me këto gjëra. Janë qenie të larta. Është kjo që dalin përballë Zotit. Je varet kush je. Në qoftë se je një krishter shumë je një krishter që beson vetëm te Jezusi, atëherë këto qeniet ose edhe qenie të tjera, domethënë mund të bëjnë si Jezusi, por nuk është Zoti. Ose Allahu, e të njëjta gjë. Pra, atë që ti beson, aq sa dituri ke, ato gjëra do të shfaqen më vonë, por mund të jenë jo të vërteta. Pra, në qoftë se ti nuk e di për shembull që
Zoti vërtet hyjnorja ose Perëndit ose në çfarë të ndodh pas vdekjes, ti mund të pashtrohesh në fakt edhe pas vdekjes. Edhe ekziston dhe ferri, ekzistojnë. Okej, e zën ky shpirti shkon dhe gjykohet, dhe nëse ka karma të mira të mjaftueshme, ka punu me veten, ka dalë nga matriksi, ka dash do di më shumë dituri, ka praktikuar sidomos qëndrëzimi i zërit, njëri është shumë i fuqishëm, e zëm, atëherë ai mund të pranohet, pra e kalon këto jama, e çon shpirti këto perëndia vdekjes. Së thua e çon te një botë më e mirë parajsore, që quhet parajsore. Atje mund të shikosh Memoria ose Zoti ose këto gjërat. Jo, thuhet që kur vdes thjesht të jepet një si shikon gjithë jetën tënde çka ke bërë për më pak se 1 sekond. Të gjithë gjërat. Sepse është një teknologji më e lartë. Po, është në fakt. Tani ekziston edhe vend, sipas detyrisë vedike, jemi në tokën këtu, që është e sheshtë. Kemi dhe botët sipërme, që janë bashkë me tokën 7 botët e sipërme. Dhe janë të mira parajsore. Në qoftë se hyn atje ke dal nga matriksi këtu. Por ekzistojnë edhe botët poshtë, që nuk janë ferr, okay? Thjesht janë më keq se toka, në kuptimin që aty jetohet 1000-2000 vjet, nuk është 100 vjet sa toka këtu. Quhet patal. Patal quhen këto të poshtë, thjesht dendësia është më e rëndë. Dhe zvarg quhet botët sipër. Pra 7 sipër, 7 poshtë, 14 botët. Kjo quhet universi. Kurse ferri është, edhe ferret ekzistojnë, nuk janë poshtë tokës, janë në një vend tjetër. Dhe ferri ekziston për njerëzit që nuk duan, domethënë, të mësojnë për hyjnorën, nuk duan të respektojnë ekziston ferri sigurisht. Ferri nuk është 100 vjet siç është në tokë, në 1000 vjet, 2000 vjet. Do të thotë smundjet një pas njëshme, dhimbje, është gjendje. Shpirti mund të shkojë aty, po. Në qoftë se domethënë digjet shpirti në ferr, të rish gjatë gjithë shpirti, jo, vetëm vuan. Asgjë nuk digjet dhe asgjë nuk shtuket. Asnjë shpirt. Shpirti vazhdon ekzistencën. Po nuk mund të kalojnë në parajs njerëzit që e mbarojnë dënimin e tyre në ferr. Ato që mbarojnë dënimin në ferr? Jo, nuk është përjetësisht. Asgjë s'është përjetësisht përveç parajsës. Parajsa po hyr aty nuk ka vdekje. Tani ferri e zën nëse njëri shkon ferr, po diun e zën 2000, 3000, 1000 vjet, kalon me vuajtje gjëra të tjera, pastaj thjesht do pranohet të hyjë në tokë, do lindi si njëri nga fillimi. Në parajs nuk shkon direkt, jo. Sepse toka është një botë ku mësohet se si është parajsa. Si është parajsa, çfarë është parajsa, si të arrisim parajsën, është një botë mbi tokën, quhet parajsa. Edhe në fakt vedikët, për shembull, ajo bota që është sipër nesh, që është hapi bota e parë e parajsës, aty jetohet 1000 vjet, por nuk ka smundje, nuk ka gjëra dhimbje, probleme psikologjike, probleme siç ka në tokë. Dhe nuk vdes për 1000 vjet, dhe quhet buvarlok. Për shembull tek Lord of the Ring, ose këto ka disa pamje që tregojnë pak a shumë këtë. Kurse në botën më sipër asaj ka një tjetër që është domethënë zvarg lok, sipas vedikës. Aty është domethënë kulmi i kënaqësisë. Atje nuk ka domethënë po e vet një ndryshim i madh midis njerëzve që jetojnë në tokë dhe qenieve që jetojnë në parajs është sjellja. Neve në tokë nuk jemi të edukuar për të sjellë me një qenie të lartë, për shembull po të vi Zoti këtu ne nuk dimë si të sillemi. Do sillemi keq dhe kur sillesh keq në kuptimin që flet fjalë jo të duhura, nuk e respekton ose këto gjëra të tilla, kur nuk respekton një qenie të lartë, është karma më e keqe që mund të ndodhë. Është më keqe se sa vrasja ose këto gjërat. Kurse qeniet në parajs sillen gjithmonë mirë me më të lartën dhe hyjnoren që kanë atje, sepse dhe për këtë shërben, prandaj gjërat që duhet në tokë të mësojnë për të mësuar se si është parajsa është qëndërzimi, disiplina e posturës, disiplina e të folurës, disiplina e fytyrës. Që juve që punoni si gazetar duhet të keni patjetër këto. Tani në parajs, në fakt Guru Prashant Trivedi, sepse gjithë të diturit vedike, unë i kam mësuar nga Guru Prashant Trivedi. Nuk e di a ke dëgjuar, ai gjithashtu ndër të tjera ka thënë për parajsën që në qoftë se një njeri ose një shpirt pranohet të hyrë në parajs, gjë që është shumë e rrallë.
Okay? Atëherë aty për shembull nëse ti Klea shkon, e zënje e pranuar, aty ti do marrësh një trup siç e do ti. Oh. Edhe nuk lind si bebe. Domethënë këtu në tokë duhet lindë si bebe, do të rritesh, do të bësh kalamaj, do të bësh kështu derisa të bësh 20. Aty mund të kesh një trup të përjetshëm, domethënë të bukur, atë siç e imagjinon, dhe varet nga imagjinata, domethënë sa dëshira diturike. Tani un kam shumë pyetje të tjera dhe pikpyetje në lidhje me parajsën. Kam dëgjuar se të gjithë engjëjt, të gjithë njerëzit që pranohen në parajsë, ashtu në dijen time, para se të kalojmë tek parajsa dua të bëj një pyetje ty personalisht. A ka Zot? Ekziston një Zot? Sigurisht, po. Atëre, un kam bërë një video në fakt për këtë. Termi Zot do të thotë Zeus, është më tepër për tingullin ose fjala hynore. Kurse pra ka shumë disa zota ose perëndi. Për shembull kemi perëndinë e dielli shihet si perëndi, natyra, toka shihet si perëndesh, ajri, deti shihet si zotërohet nga një hynesh ose perëndesh që quhet perëndesha e detit. Sirenat e këto gjërat. Kurse hynia, pra dielli, këto gjërat e natyrës, janë perëndi, kurse mbi ta ekzistojnë qenie më të lartë se sa zotat ose perëndit, që quhen rishi. Ato janë në gjendje të krijojnë një botë të re. Për shembull, edhe bota jonë është krijuar nga këta. Edhe mbi ta ka një energji më të lartë që quhet hynia. Ke dëgjuar fjalën hyni? Po. Hyni, atëherë vetëm një hyni ka. Po, që neve në fetarët e quajnë një zot etj. Ekziston, sigurisht që ekziston. Atëherë unë kisha pyetje për parajsën. Kam dëgjuar shumë se ne njerëzit që shkojmë në parajsë do të bëhemi engjëj. Do të bëhemi engjëj, do të jemi të gjithë një gjatësi, të veshur me të bardhë, të gjithë një pamje, dhe do të jemi çift me personin e parë që kemi dashuruar. Sa e vërtetë është kjo? Mund të krijojmë familje në parajsë? Familje mund të krijosh në parajsë dhe mund të dashurosh, domethënë nuk është si dashuria këtu, është dashuri me inteligjencë. Dhe kur shkojmë në parajsë, nuk kemi këtë, shiko, filmat në përgjithësi që na kanë dhënë këtë pikpamje, janë pak iluzionin që gjithçka është e bardhë, janë të veshur gjithë me bardhë. Parajsa sipas jo, nuk është fare vërtet, jo. Aty mund të marrë gjatësinë që dëshiron, bukurinë që dëshiron, gjinin që dëshiron. Ua, mund të shojmë dhe gjinin. Sepse edhe në jetë të ndryshme kur kemi, dhe qoftë edhe këtu, mund të lindësh në një jetë burr, një jetë femër. Nuk është se duhet të jesh gjithmonë. Por në parajsë është ndryshe, është domethënë është një inteligjencë supreme dhe aty janë dhe ngjyrat, janë ngjyra, të gjithë ngjyrat janë. Për shembull një ylber kur del këtu në tokë, ke parë ndonjë ylber? Po. Është e bukur, ka ngjyrat apo jo? Po. Sepse këtu në tokë mund të përjetojnë edhe ngjyra të bukura ndonjëherë. Për shembull kur del një ylber, është shumë e bukur. Ajo është personifikimi i parajsës. Ylberi ka 7 ngjyra. Po. Me syrin tonë me frekuencë mund ta shikojmë. Kurse në parajsë, domethënë ka më shumë ngjyra se sa ylberi të bukura. Nuk është vetëm kjo që është e bardhë dhe Zoti është me një mjekër dhe është plak. Zoti hynorja është i riu i pafundëm. Është pa kohë. Është pa kohë. Dhe quhet hynia quhet ose Shiv ose Narayan sipas diturisë vedike. Narayan do thotë është ai që fluturon mbi shqiponjën dhe në fakt shqiponja jonë te flamuri jonë ka simbolin e Narayan. Që është shqiponja jonë ka 2 krenare? Po. Edhe është simboli i shpirtërorës, është shqiponja, shqipe, shqiptar, që quhemi apo jo? Do thotë të simbolin e gjarprit, të kundalinit, të çakrave nga e poshtme rritet, ngret lart, dhe shqiponja bëhet nga gjarpri, pra bëhet shqiponjë, që me 2 koka. Po. Në kundalinit që s'ke dëgjuar. Atëherë unë doja të di astrologjia vedike. Cilën fe beson më shumë? Atëherë, vedike do të thotë është një periudhë që ishte përpara se të krijoheshin fetë. Përpara muslimanizmit,
Atëherë rreth parë njëri ishin hinduizmi, budizmi, pastaj lindën gnosticizmi, muslimanizmi mistik, pastaj krishterizmi, pastaj ajo muslimanizmi që kemi sot. Këto erdhën pastaj. Vedike do të thotë thjesht lidhja jote me natyrën, me hyjnoren. Tani vedikja nuk ka asnjë fe, sepse fet u krijuan më vonë. Pra është përpara feve. Dhe pellazgët, neve shqiptarët, ti e di që unë merrem dhe me studime të lashta, xhubletën, plisin e gjithë këto gjërat, janë vedike, janë epokat vedike. Pra, vedike është një epokë para 5000 viteve edhe tutja. Është pa fe. Edhe shqiptarët, feja e shqiptarit është shqiptaria, apo jo? Po. Të kalojmë pak tek fati, marrëdhëniet intime. Dhe një sekond se ti më pyet, po patjetër për astrologjinë vedike. Pra, vedike ishte një epokë, edhe astrologji vedike do të thotë është një njeri që njeh diturinë vedike dhe e praktikon. Astrologjia vedike është e pa kohë, është e vërtet gjithmonë, pikërisht. Po më thuaj? Tani të kalojmë pak tek fati, gjërat intime. Por marrëdhëniet intime jo në partneritet, jo në mes bashkëshortësh, por në lidhje. Por para se të nisim tek marrëdhëniet, dua të pyes për fatin. Fati është i shkruar nga Zoti, nga Perëndit, nuk e di nga kush, apo e shkruajmë vetë ne? Shumë mirë, si pyetje. Fatin e shkruajmë neve. Për shembull, unë nëse kryej veprime tani, pra kryej një veprim, e mban mend, është karma, edhe në sanskritisht karma do thotë action. Kryej një veprim, atëherë ky veprimi që unë bëj cakton fatin tim në të ardhmen time, dhe ardhmja ime do thotë nga tani deri në përjetësi. Për shembull, jeta që unë kam, fati që kam tani, e kam nga karmat më përpara. Për shembull, e zëm një njeri, ku diun, tani fiton loton një shumë të madhe lekësh, okay? Çuditërisht. Është një shembull të vogël po marrim. Atëherë kjo do të thotë që ai ka bërë shumë LPSH më përpara, pra ka karma të mira nga jetët e kaluara, dhe ashtu i është bërë momenti dhe i ka dhënë një rezultat. Asgjë s'është rastësi. Dhe neve shkruajmë fatin nëpërmjet veprimeve që bëjmë, po. Kësa i thonë bëj mirë se do gjesh mirë. Kur thon? Kësa i thonë bëj mirë se do gjesh mirë. Po, dhe kjo bërja mirë është shumë e keq kuptuar. Për shembull, njerëzit mendojnë që po ti bësh, për shembull, ti hedhësh gjithë lekët e tua në bamirësi e zëm, do bësh karma të mira. Dhe sipas vedikës kjo nuk është karma e mirë. Sepse në qoftë se ti për shembull jep lek dikujt ose futesh ndihmon një tjetër që duhet ta kaloj karmën e vet, të vuajtjes ose këto, atëherë ti bësh duket vetja më e mirë se Zoti. Dhe në të vërtet nuk është karma e mirë, nuk është bamirësia këto gjërat. Karma e mirë është kur kujdesesh për veten dhe kur e bën veten tënde të evolosh, e rrit veten, atëherë universi gëzon dhe të bekon akoma më tepër me gjëra më të mira. Lumturi, gëzim, edhe mirëqenie. Tani dua të kalojmë pak tek marrëdhëniet. Po. Tek ne të rinjt. Që shumica, do me thënë kryesisht djemt, marrëdhënien seksuale në një lidhje apo në një njohje e kanë primare. Është një karmë mirë kjo apo një karmë keqe, si ndikon? Se unë jam shumë besimtare dhe e di që imoraliteti është gjëja e parë që gjykohet. Po. Edhe nuk është e lejuar që të kryejmë marrëdhënie seksuale në momentin që nuk kemi diçka të kurorzuar, apo që jemi të çift, që e dinë familjarët, jemi të fejuar, të martuar. Po, dhe pyetja është? Çfarë karmë është kjo? Çfarë pësojmë nga këto marrëdhënie seksuale që i kryejmë? Nuk është fare kjo, jashtë martesore ose para martesore, nuk ka lidhje, vedikët nuk shohin kështu fare. Madje në vedike, në kohët vedike s'ka pas fare martesa, sa për kuriozitet. Në qoftë se një femër kishte dituri, ishte edukuar, dhe ajo zgjidhte një mashkull, për shembull ishte në një festë, se thua një femër në kohët vedike, tani le të kthehemi pak në kohët e arta, ajo
kishte shumë meshkuj që donin të zgjidheshin nga ajo. Pra detyra e një femre ishte të zgjidhte, të dallonte kush nga këto meshkuj është më i larti, ka evoluar më shumë, ka hapur më shumë çakra, ka më shumë dituri, sepse zgjedhja që ajo do bëj, domethënë do zgjedhë për shkak një mashkull, nëse e zgjedh të ulët, edhe energjia e saj do të ulej. Por duhet kuptojmë mirë, pra detyra e mashkullit është punoj me veten, të hapi çakrat, bëhet i ditur sipas diturisë vedike, kurse femra duhet të jetë e aftë të zgjedhë një mashkullin që është të dur. Dhe kur ajo bën një zgjedhje, kjo është martesë. Nuk ka nevojë për letra, për shkruar në kishe, këto gjërat që janë bërë më vonë. Jo, bëhet fjalë për marrëdhënie seksuale. Atëherë duhet të kuptojmë çfarë do të thotë SEX. Atëherë S-ja do të thotë po. S-ja do të thotë shumë fish, shumë. E-ja do të thotë energji. X do të thotë kryqëzim. Pra, në një marrëdhënie seksuale, thjesht marrëdhënia seksuale do të thotë thjesht energji kryqëzohen dhe kalojnë nga mashkulli tek femra. Kjo është. Martesë pa martesë nuk po shkojmë në detaje. Kur kryqëzohen energjitë. Dhe prandaj një femër duhet ketë kujdes sepse femra është palamarse, ja merr energjinë mashkullit. Energjia do të thotë gjendja e tij psikologjike, dhe mirëqenia, çdo gjë që ai ka brenda, edhe nëse është i mbushur me plera. Kjo vajza duhet, pra, unë kam bërë një video në fakt që bë virale, çfarë duhet të di një femër përpara se të lidhet me një mashkull. Duhet të di që femra pra është palamarse, ja merr energjinë e tij nga natyra. Femra është marrëse të energjisë, por mund të jetë dhe marrëse energjisë të këqija. Okej? Dhe edhe ajo mund të jetë mund të jetë ke bërë mastera, shumë e zgjuar, pra kur lidhet me një mashkull që ka energjitë më të ulta se ajo, edhe kësaj femrës nga marrëdhënia sidomos seksuale, edhe asaj do t'i ulen energjitë, pra mvuajtje këto gjëra do t'i ketë. Duhet të ketë shumë kujdes. Femra duhet të jetë edukuar në ditët e sotme, kush është mashkull. Po në ditët e sotme në përgjithësi zgjedhin mashkull nga kush ka makinën më të mirë, më shumë lek. Kush ka më shumë lek, këto. Kaq. Nuk shikojnë kush ka më shumë dituri ose le që meshkujt sot njerë janë në përgjithësi elektrikisht të vdekur. Do të thotë nuk kanë asnjë çakra të hapur, nuk kanë punuar me vetë, nuk bëjnë tokzim, që është minimumi i çakrës së poshtme. Nuk kanë dituri sepse nëse një mashkull e zëm, ka punuar me veten, i ka hapur gjithë çakrat, është elektrikisht i zgjuar quhet, është bërë shqiponj. Shqiponj. Ka këtë energjinë dhe nëse ky lidhet me një femër, automatikisht kjo femra e rrit energjinë. Edhe atëherë mashkulli përmbush qëllimin e tij të ekzistencës. Quhet. Por në ditët e sotme as mashkulli s'e di si të punojë me veten, femra nuk di këtë zgjedhje, prandaj kemi gjurulldir, marrëdhënie kot, vuajtje etj. Kjo është shumë e vërtetë në fakt. Atëherë Afrodita, unë para se të mbyllim këtë bisedë, kaq të bukur dhe interesante, do të thoja që do të bëjmë prapë biseda të tjera dhe do të marrë të gjithë komentet e publikut, se më kanë ardhur komente shumë për ty, dhe do të trajtojmë temat që publiku ka dëshirë të dëgjojë nga ana jote. Briliante. Është diçka shumë e bukur dhe një ide shumë e bukur, besoj, dhe shpresoj të na pranosh. Me shumë kënaqësi unë për këtë gjë jam. Afrodita, dhe shumë njerëzit kanë pyetje dhe të qartësosh publikun për diturit vërtet është me të vërtetë një kënaqësi dhe mirënjohje edhe për ty për këtë intervistë dhe për intervistat e tjera. Shikojmë në intervistat e tjera. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.